Besoj se të gjithë ju keni dëgjuar për portalin e Luanit apo datën 8 gusht, që thuhet se është një ditë e mirë për të manifestuar, për të bërë namin, por në fakt ditët e mbarshme nuk kurse ka qenë një ditë shumë e mirë për të manifestuar. Unë këtë e kam thënë edhe në storyt e mia në Instagram, pra si statuse që e kam hedhur dhe që kam informuar njerëzit, sepse konfigurimet astrologjike nuk kanë qenë mbështetëse, pra pozicionet planetare nuk kanë qenë në atë harmoninë e duhur për të manifestuar. Se për shembull Marsi vjet ka qenë në një aspekt të vështirë me Saturnin, apo Venusi nuk ka qenë në pozicionin e vet më të mirë. Kështu që data 8 gusht nuk ishte shumë e mirë për të manifestuar, pa çka siç thoshin lart e poshtë manifestoni bolluku, kristale, qirinj, ku ta diun, sherebela, diçni rozmarin. Nëse sa të kanë bëjmë me pastrimi energjie, por që gjithsesi janë pjesë e ritualit të një manifestimi. Dhe për të zgjedhur ditën për të bërë manifestimin, normalisht duhet të shikoni se sa në harmoni janë planetet me njëra tjetrën. Kjo gjë bëj shekuj më përpara, ku njerëzit të cilët merreshin me praktika shpirtërore dhe bënin rituale, shikonin lëvizjet e planeteve para se të bënin ritualin e tyre, pra para se të kryenin një ritual. Zgjidhnin momentet apo ditët kur planetet ishin në harmoni, sepse besoj se energjia ishte më e lehtë dhe i ndihmonte që të realizoheshin më shpejt dëshirat edhe synimet e tyre. Nga ana tjetër të bëje dëshira apo rituale gjatë konfigurimeve të vështira planetare, astrologjike, mendoj se do psonte energjinë e tyre, madje mund të sillte rezultate të papritura, rezultate negative, apo krejt ndryshe nga ajo që njerëzit që kryejnë ritualin dëshironin që të vinin ato rezultate. Megjithatë, unë kam parë hartën astrologjike të datës 8 gusht të këtij viti, dhe është mjaft e favorshme sepse Venusi do të jetë te Peshorja, pikë së pari, dhe Venusi është një planet që e drejton Peshore dhe shpreh cilësitë më të mira në këtë shenjë. Për më tepër, Venusi te Peshorja do të krijojë një aspekt harmonik me Plutonin te Ujori dhe do të jetë një kombinim i fuqishëm për dashurinë dhe marrëdhëniet, për financat dhe bollokun, për vetëvlerësimin, për transformimin pozitiv dhe fuqizimin personal. Prandaj nëse dëshironi që të bëni manifestime, lutje apo të vendosni synime rreth datës 8 gusht 2026, mendoj se astrologjia është në favorin tuaj, por kjo nuk është se ka të bëjë fare me portalin e Luanit, me datën 8 apo me Luanët në përgjithësi. Arsyeja është shumë e thjeshtë, që thash, rastisht konfigurimet astrologjike janë mjaft të favorshme, kështu që mund të bëni çfarë të doni, si t'ju vi në shpirt, në zemër dhe në mendje, rituali, manifestimi dhe vendosja e çdo synimi rreth datës 8 gusht.